Mirëmbrëma, jemi në datën 26 prill 2026 në orët e mbasdites, në orët e mbrëmjes 18:14 shënora në këto momente me Petro Prodalin. Petro, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Petro, kemi sot, siç e kemi biseduar bashkë dhe duke pasur parasysh dhe interesin që ka ky lloj argumenti, ky lloj problemi, ky lloj teme, për shkak të paqartësisë që kemi edhe se si është përdorur, se zgjata shumë me fjalë që të them tamam temën, i kam fjalën për Vorjo e Pirit, për të konceptin do ta quaj unë, dhe Vorjo e Pirit, se si na është injektuar në tru që në gjatë shkollës, dhe se si kjo është një lloj fantazmi që i ndjek shqiptarët, sa herë që din një lajm për një mosmarrëveshje që mund të kenë qeverit, Greqia me qeveria greke me qeveri shqiptare, për motive ndoshta të ndryshme, të tjera, apo ndofta shumë herë nuk ka mosmarrëveshje në Shqipërisë dhe Greqisë, por që për shkak të krizave të ndryshme, të brendshme, për të devijuar vëmendjen, pastaj gjithmonë nxjerrin të konceptin të shprehjen e Vorjo e Pirit, i cili konsiderohet një kërcënim i madh për sovranitetin, për integritetin e shtetit shqiptar. Domethënë, çfarë nënkuptohet me Vorjo e Pirin, dhe natyrisht ti do na sqarosh sot këtë historinë, se si ka lindur kjo histori, që unë çu po quaj histori e Vorjo e Pirit, dhe kush është e vërteta, dhe duhet të kenë se përdoret kjo, është vërtet një preokupim i vazhdueshëm që Greqia në çdo moment do sulmojë për të marrë atë pjesën e saj veriore. Kjo ishte pyetja. Faleminderit Vladimir që ju më jepni mundësinë të shpreh mendimin tim nëpërmjet kanalit tuaj. Çështja e Vorjo e Pirit është një çështje shumë politizuar, shumë e tjetërsuar dhe shumë e manipuluar, dhe siç ju e thatë, në momente tensionesh gjithmonë çështja e së quajturës Vorjo e Pir riciklohet në politikat reciproke, politikat greko-shqiptare. Ka disa të vërteta, dhe siç ju e keni thënë më përpara, e vërteta është relative, dhe secili tenton të shikojë të vërtetën që intereson. Por megjithatë ka disa të vërteta që janë më afër të vërtetës reale, dhe në këtë rast është dhe e vërteta e Vorjo e Pirit. Ne duhet të kemi parasysh koncepti Vorjo e Pirit mori formë të plotë dhe formë në një lojtari në fushë pas përfundimit të luftës së dytë ballkanike, pra kur Perandoria Otomane e mbaroi, fuqitë ballkanike duke filluar me Malinezi, Serbinë, Bullgarinë, Greqinë, i shpallën luftë Perandorisë Otomane dhe më vonë luftuan midis tyre, kush të merrte më shumë toka nga hapësira që kishte kontrolluar Perandoria Otomane. Shqiptarët ishin elementi më i dobët në të gjithë këtë trazirë ballkanike, dhe ekzistenca e Shqipërisë u në pikë pyetje. Por megjithatë ne kemi një platformë e cila i qëndroi kohës, është protokolli i Firences, të cilën pak a shumë miratuan në parim të gjitha fuqitë e mëdha të kohës, dhe në fund të fundit në vitin 1920-21-22, kur Shqipëria u njohët përfundimisht si një shtet me të drejta ekzistenciale, e gjithë, si të thuash, platforma u bazua në protokolli i Firences të vitit 1913. Tani si dolën historia e Vorjo e Pirit. Unë kam lexuar kujtimet e Ismail Qemalit, nuk i shkrojti Ismail Qemali, ai ja tregoi dikujt, dhe një person angles i shkrojti kujtimet e Ismail Qemalit. Ai bën shumë të qartë që në atë kohë në mbretëritë e Evropës e kemi parasysh vitet 1910, kur u pa qartë që Perandoria Otomane po vdiste nga muaj në muaj, fuqitë e mëdha ose
mbretëritë e Evropës filluan të bënin planet e tyre. Dhe një nga planet ishte një pjesë të madhe të Shqipërisë ta merrte Bullgaria. Dhe në këtë këndvështrim, Rumania, Greqia dhe klani pro-shqiptar i Perandorisë Otomane filluan të lidheshin bashkërisht, me fjalë të bënin një kundërpërgjigje klanit të Bullgarisë. Pra, Ismail Qemali ishte një nga personat që mendonte se Shqipëria mund të ndërtoheshe bazuar në kantonet, njësoj ose e ngjashme me situatën në Zvicër dhe në Belgjik. Dhe pak a shumë apat e para të Ismail Qemalit ishin këto: krijimi një qeverie qendrore me qeveri të vogla rreth e rrotull, të cilat do të pasqyronin realitetin në zonat respektive, me fjalë. Pra, aty ku jetonin ortodoksët do kishte politika të tjera, në aty ku jetonin muslimanët do të kishte politika të tjera, sepse kuptohet Perandoria Otomane i kishte ndarë populatat bazuar në sistemin e miletit. Ata nuk njihnin ndonjë etnicitet, ndonjë nacionalitet të ngurtë. Me fjalë, ata i ndanin populatat bazuar në besimin fetar, dhe kjo kishte qenë realiteti për 500 vite. Tani, çfarë ndodhi? Trupat greke kishin pushtuar një pjesë të mirë të jugut të Shqipërisë. Dhe në të njëjtën kohë fuqitë e mëdha kishin vendosur përfundimisht të dërgonin një princ që i përkiste protestant, ishte protestant, me fjalë, princ Viti, dhe për të anashkaluar përplasjet midis katolikëve, ortodoksëve dhe muslimanëve, evropianët gjetën një figurë që thanë, okay, ky është më i përshtatshëm, dhe dërguan princ Vitin. Qeveria e princ Vitit kishte një jetë shumë të shkurtër, ajo luftua nga shumë drejtime, por e vërteta është kjo që evropianët u përpoqën të shuanin, fuqitë e mëdha u përpoqën të shuanin marrëveshje që kishin mbi atë territor, duke pranuar një paqe që të gjithë do të merrnin nga pak, me fjalë. Dhe ky ishte koncepti me të cilën princ Viti zbriti në Durrës në vitin 1914. Por, për të larguar trupat greke nga jugu, se trupat greke kishin marrë në pushtim, kishin pushtuar një pjesë të konsiderueshme, Korçën, Ersekën, Gjirokastrën, gjerë në fund në jug të Shqipërisë ishin trupat greke. Kështu që fuqitë e mëdha me anë të Komisionit të Kontrollit që ato kishin ndërtuar, vendosën që të krijonin, të jepnin mundësi një popullatës të jugut, ortodokse, të nxitur natyrisht nga interesat e Greqisë, të krijonin një lloj vetë administrimi, i cili do të ishte pjesë përbërëse e principatës të drejtuar nga princ Viti. Dhe pak a shumë kështu ndodhi. Më fal një sekondë, një ndryrë të vogël. Domethënë që ta strukturojmë pak temën. Ismail Qemali shpall Shqipërinë pavarur 28 nëntor 1912, jemi dakord? Por Shqipëria ishte pa kufit në atë kohë, si ishin përcaktuar kufit. Në kufit politik të qeverisë apo të shpalljes të Ismail Qemali, nuk ishin përcaktuar se kush ishte Shqipëria. Po kufi u përcaktuan në konferencën e ambasadorëve nga dalë me fjalë 1913, dakord? Tani, unë desha ti vazhdo pas e mendimin tënd pa problem, por domethënë kur u përcaktuan kufit, çfarë kriteresh u ndoqën dhe sa u zbatuan ato kritere, me fjalë si u organizua kjo? Sepse këtu na tregohet ajo thënie e famshme që kalamajt që ziheshin pas e folën shqipe, kujtun janë të vërteta, këto janë të vërteta, apo janë pralla që tregohen dhe mbulohet e vërteta shumë herë me këto batuta. Vladimir, ne duhet ta kemi parasysh që kufit e Shqipërisë përfundimisht u njëjtën në vitin 1921, në fund të vitit 1921. Pra, që nga viti 1912, gjë në vitin 1921 kaluan 9 vjet. Dhe kufit e Shqipërisë u ndryshuan shumë herë, me fjalë. Dhe jo vetëm kufit e Shqipërisë. Ne nëse lexojmë përshtypjet ose ato që ndodhen në konferencën e paqes në Paris në 1919, persona që ishin më të ngarkuar dhe më të stresuar ishin ata persona që ishin
në bodrumet e ndërtesës ku mbaj konferenca, sepse aty ishin makinerit, aty ishin njerëzit që bënin artat, edhe artat aty ndryshoheshin vazhdimisht. Domethënë ata që merrnin vendime në katet e mësipërme shkonin poshtë dhe kjo vi kufitare do kaloj këtu se kështu vendosën të mbet. Pra kufit ishin fluid dhe gjë në vitin 1921 u vendosën përfundimisht nga ku do të ishin kufit e Shqipërisë. Pra nuk mund të flasim për kufi plotësisht të përcaktuar dhe një koncept shtetëror plotësisht të përcaktuar. Pra, në qoftë se kthehemi në vitin 1912, ne nuk kemi ndonjë qeveri, kemi një deklaratë që Ismail Qemali në princip shpalli një shtet të paanshëm neutral për të shpëtuar pushtimit të trupave fuqive ballkanike të Serbisë, Malit të Zi dhe Greqisë, bile dhe Bullgarisë. Kështu që ajo ishte një vendim i marrë shpejt, por nuk u njohët nga fuqitë e mëdha. Fuqitë e mëdha njohëtën Princ Zvidin, nuk njohëtën Ismail Qemali. Do të thotë 1914 kur erdhi Princ Zvidi, kufit ishin përcaktuar, Petra dhe si u përcaktuar. Po, kufit nuk ishin Do përcaktuar. thotë Princ Zvidi dinte ku i kishte territoret e tij që do qeveriste? Jo saktësisht, por protokolli i Korfuzit dha një ide të përgjithshme ku do të kalonin kufit përfundimisht, sepse protokolli i Korfuzit kërkoi largimin e trupave greke nga zonat e Korçës dhe Gjirokastrës dhe zëvendësimin e tyre në një qeveri vetë administrative të drejtuar nga dy persona, Zografos dhe Karapanxho. Zografos ishte, si të thua, shefi i Krajinës Autonome, ndërsa Karapanxho ishte ministri i jashtëm. Sa i jashtëm ministër do ishte ai, po kështu u bën në titull. Dhe për ta bërë më të thjeshtë, unë dua të ndaj protokollin e Korfuzit në gjuhën shqipe me një fjalës, nuk e kam parë të shqipëruar në mënyrë të përpikt, janë përpjekur të gjej ndonjë material, nuk kam gjetur një material të vitit 1914, në ato momente dhe gjuha shqipe ose personi që i ka shqipëruar këto, ose personat që i kanë shqipëruar, si duket përpunonin akoma në fillimet e para të përdorimit të gjuhës shqipe në mënyrë zyrtare, kështu që ka disa gabime aty. Po e përgjithshme është kjo, le të po përpiqem ta ndaj këtu me një fjalë. E shikoni, Vladimir? Ja tani po hapet, po u hap. Po, këtu kemi një rast. 26 prillit, Po, këtu kemi një dokument të asaj kohë që pak a shumë tregon si ishin përgatitjet e konferencës, cilit ishin kërkesat që kishin vënë Vorjo Pirotët dhe më poshtë këtu ku thuhet protokolli i Korfuzit ka seksione duke filluar nga seksioni numër 1. Petra, në çfarë viti është precis kjo? Kjo është në maj të vitit 1914. Është firmosur nga fuqitë e mëdha, nga një përfaqësues i qeverisë shqiptare dhe nga një përfaqësues i lëvizjes së Vorjo Pirit. Duhet të thënë që në këtë moment ka qenë qeveria Princ Zvidit në Shqipëri. Po. Ka qenë Princ Zvidi. Princ Zvidi kishte një muaj e caq që kishte ardhur në fuqi dhe ose zyrtarisht më përpara, por për të në mars të 1914-s. Po. Domethënë derisa erdhi ai në mars, zyrtarisht e kishte marrë pushtetin më përpara, por fizikisht erdhi në Shqipëri në mars me një fjalë. Kështu që por përcaktohet ky statut i kësaj zone, aty merrin pjesë nga kush u bë kjo me kush u bë me ndërmjetësimin e Komisionit Ndërkombëtar të Kontrollit. Ai ishte mekanizmi më i lartë i kontrollit dhe i zbatimit të ligjit në Shqipëri. Princ Zvidi pa ndërmjetësinë
këtij komisioni nuk mund të ekzistonte me fjalë. Atë që bëhej fjalë që të ekzistonte pa mbështetjen e fuqive të mëdha, paratë nga do t'i merrte në radhë parë paguante rrogët. Kështu që italianët dhe austro-hungarezët dhanë një ndihmë të madhe financiare për fillimin e ekzistencës së Princ Vidit, nga do ta merrte rrogën Princ Vidi në radhë parë, shpenzimet e oborit të tjera. Kështu që pa ndihmën e fuqive të mëdha ai nuk mund të ekzistonte, ashtu si nuk mund të ekzistonte fare koncepti i krijimit të shtetit shqiptar. Po edhe në faqja e dytë, me një fjalë, këtu e kemi datën në Korfu. Bravo, 17 maj 1914. Dhe këta janë personat ato që kanë nënshkruar. Po, kemi italianin, anglezin, Medi Frashërin. Po, kemi Medi Frashërin, që ishte një figurë interesante në politikën shqiptare. Ai mori pjesë në shumë qeveri që shpeshherë programet e tyre ishin diametralisht të kundërta. Pra, me sa duket Medi Frashëri ka qenë një njeri karrierist, nuk merreshe shumë me principe, mbase ishte një vend mbas postit. Këtu ka disa Me fjalë, këtu kemi rrethet e Gjirokastës dhe të Korçës. Po, këtu thotë që duhet të largoheshin me një fjalë, duhet të largoheshin trupat greke nga periferitë e Gjirokastës dhe të Korçës dhe kështu ndodhi me fjalë. Trupat greke u larguan, vendin e tyre e zuri, si të themi, formimi i Vorjoj Pirit, i cili i shprehu besnikëri Princ Vidit, pra ishte pjesë e qeverisë qendrore në Tiranë. Tani Me fjalë Pedro, Vorjoj Piri është Korça, Gjirokastra, po Himare? Kryesisht primarën, sepse në Korçën e mori qeveria shqiptare. Domethënë, me të larguar trupat greke, Vorjoj Piriotët nuk arritën ta merrnin Korçën sepse e mori qeveria shqiptare. Për një herë, me fjalë, brenda një vite. Kështu që nuk mund të bëhet fjalë për Korçën. Pavarësisht se Korça mund të kishte më vonë përfaqësuesit në ratifikimin e marrëveshjes Vorjoj Pirit, me një fjalë që u bë mbretja e Delvinës, zyrtarisht Korça, domethënë Greqia u qiton nga Korça shumë kohë përpara. Dhe duhet të thënë që në përgjithësi e vërteta historike është që Greqia nuk u mor shumë me Vorjoj Pirin. Vorjoj Piri u bë si të thuash një objekt presioni, por asnjëherë nuk u mor si një objektiv final. Greqia, Venizelos ishte kryeministri, ai kishte objektivin e tij kryesor, marrjen e ishujve të Egjeut. Dhe as që mund të bëhej fjalë që për shembull qyteti i Korçës të shkëmbeheshe me qytetin e Kavalës. Kavala ishte një qytet port me një histori 2000 vjeçare dhe kur interesat e të mëdhenjve përplaseshin, Greqisë për shembull, me rastin e Korçës u dha dy opsione: të merrte Kavalën apo të merrte Korçën. Nëse do merrte Korçën, Kavalën do ta merrte Bullgaria. Kështu që asnjëherë nuk do të deshte prezencën e Bullgarisë në detin e Egje. Natyrisht që Greqia do të merrte Kavalën. Dhe duhet të themi edhe një gjë, nuk mund të vlerësohen gjërat kaq thjesht, sepse shpeshherë këto pazaret e të mëdhenjve i ngjanin pazaret të kafshëve, me thënë. Natë të jap 2 ditë, më japësh një dele, diçka e tillë, me thënë. Nuk kemi të bëjmë me parime dhe me nganjëherë niveli intelektual i këtyre personave që merreshin me këto tradhtive ishte shumë i ulët dhe ata nuk interesoheshin fare se çdo të ndodhte në rajonet. Nuk merreshe parasysh dëshira e vendave. Për shembull, popullsia lokale. Popullsia lokale, për shembull ato barcoletat me sheqerka e të tjera, ato janë kafeneshme, pavarësisht se ato zënë një vend të rëndësishëm në folklorin nacionalist. Në fakt, Greqia kërkoi që të bëhej një referendum ku do të vendasit vetë do të vendosnin me këtë pjesë të
organizimit shtetëror do të bënin pjesë, do të bashkoheshin Greqisë, apo do të kërkonin një zgjidhje tjetër, do të krijonin një shtet shqiptar, do të bashkoheshin Bukarisë etj. Ai është një material jashtëzakonisht i madh dhe nuk është kollaj që të arrish në një konkluzion të përfundimtar me fjalë. Për shembull, këtu kemi këshillat lokale, cilat do të ishin këshillat lokale bazuar në protokollin e Korfuzit. Kërkojnë për shembull ka një nivel të lartë kërkese, të paktën 1/3 e këtyre personave që do të ishin në këshillat lokale duhet të ishin juristë, pra njerëz të edukuar. Sot nuk i kemi këto standarde, sot në këshillat lokale ka shumë ignorancë për shembull. Ka vendosja e kufirit. Petro, një pyetje. Tani ushtria greke bëri rezistencë për të tërhequr? Jo, Venizelosi e troqi ushtrinë brenda natës, bile ju bëri presion atyre që kishin kryesisht, sepse dhe Greqia ishte shumë e ndarë. Do të kemi parasysh që Greqia nuk ishte një shtet me një qeveri, do me thënë pjesa atyre që ishin me mbretërinë ishin kundër Venizelos. Venizelosi ishte me fuqitë perëndimore, ishte me Anglinë, me Francën, kurse ata që ishin me mbretin ishin me Gjermaninë dhe Austro-Hungarinë. Pra kishim një shtet shumë fluid dhe në Greqi, nuk kishim një politikë të përcaktuar. Venizelos ishte më larg pamës dhe u lidh me fuqitë që fituan luftën dhe që edhe sot e kësaj dite janë fuqi dominante. Do me thënë Austro-Hungaria nuk ekziston më, ndërsa aleatët që zgjodhi Venizelosi, Anglia dhe Franca vazhdojnë të ekzistojnë sot e kësaj dite. Por le t'i kemi pra këtu, për shembull kemi vendosja e kufirit dhe në ndarje administrative, pra bëjmë fjalë për kufi të brenda të zonave të Vorjo-Epirit, me fjalë. Pra, e thot këtu, çfarë ishte për shembull kemi pikën 4, territori. Të gjitha depozitat në fjalë aplikohen për popullsinë territore të cilat më përpara ishin pushtuar prej Greqisë dhe tani i aneksohen Shqipërisë. Pra, me largimin e trupave greke, për shembull nga rasti Korçës, Korça i kaloi drejt për së drejti i kontrollit qendror, pra Prinzvidit. Pra, në pamje të përgjithshme, lëvizja e Epirit të Veriut ishte një lëvizje që kërkonte të drejta kryesisht etnike, mbajtjen e gjuhës dhe mbajtjen e fesë. Ka të dhëna këtu çfarë kërkohet në shkollë, për shembull të shikojmë liria e gjuhës, shkollët, komunitet, ushtria. Po me përjashtim të rastit të një lufte ose kryengritje në rrethet jugore nuk mund të transportohen dhe të përdoren në këto rrethe njësi ushtarake jo indigjene, jo vendase. Për shembull, në qoftë se ndodhte diçka në jug, nuk lejoheshe që të vinin ushtarë nga zonat të tjera të Shqipërisë, me përjashtim të rasteve kur do të kishte tranzita madhore. Komunitetet ortodokse kanë të drejtën e pavarësinë e tyre, siç e kishin patur më përpara, me fjalë. Asnjë prekje nuk do të bëhet në të drejtat prej shejkujsh dhe në organizimin hierarkik, do me thënë në organizimin siç i ka klasat e pushtetit kisha, dhe do të merrnin gjithmonë aprovimin nga patriarkana egumenike. Siç është dhe sot e kësaj dite, patriarkana egumenike është bosi i kishës autoqefale shqiptare. Arsimi është i lirë, në shkollat e komunitetit ortodokse do të bëhet në greqisht, në klasat fillore, në 3 klasat e para fillore, shqipja do të mësohet të bashku me greqishten, por besimi, do me thënë, fetar, leksionet që kishin të bënin me lëndën e besimit fetar do të bëheshin në greqisht. Tash unë dua të bëj një ndërhyrje sepse ne kemi rastin e Pjana dei Greci të kthyer në Pjana dei Albanesi. Ka shumë thonë që gjuha greke do t'i dëmtonte këto komunitete. Në fakt nuk është kështu. Unë e konsideroj gjuhën greke si burimin e edukimit dhe burimin
e njohurive që duheshin atë kohë për të ndërtuar një shtet. Sepse në qoftë se ne ishnim gjuhën greke, cilat do të ishin materialet të themi që do të mësoheshin në shkolla ose në fe, nuk ekzistonte ndonjë material i tillë. Dhe duke u kthyer pjana del greci që u bë pjana del albanezi, edhe sot e kësaj dite në kishë aty flitet greqisht dhe liturgjitë bëhen në greqisht dhe kjo ka ekzistuar për 500 vjet në këtë lloj forme. Pra nuk do të thotë që përdorimi i gjuhës greke në kishë do të zhdukte përdorimin e gjuhës shqipe jashtë kishës. Lidhja e gjuhës ka përdorimi i shqipes dhe i greqishtes do sigurohet përpara gjitha autoriteteve, duke u përfshirë gjykatat si dhe këshillat e zgjedhura. Pra këtu nuk bëhet fjalë për gjithë territorin e Shqipërisë, bëhet fjalë për zonat ku jetonte komuniteti grek i Vorjoj Pyrit. Ka disa pika shumë interesante. Okej, për shembull, është interesant, unë do ta botoj këtë material bashkë me dokumentin origjinal që është në gjuhën frenge, në frëngjisht, do ta botoj në faqen time të Facebookut, e kam botuar në faqen time personale vitën përpara, është një material që duhet ta studiojnë dhe ta kuptojnë shqiptarët çfarë është e vërteta e këtij komisionit dhe lëvizjes së Vorjoj Pyrit. Pra, këtu kemi për shembull ndihma. Qeveria shqiptare në marrëveshje me Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit do të marrë masat e nevojshme për të ardhur në ndihmë të popullatave që vuajnë nga ngjarjet e 2 viteve të fundit. Amnistia ju jepet e pirot dhe amnistie plot. Ka disa gjëra interesante, garancitë, fuqitë të cilat garantuan formimin e Shqipërisë në anë të konferencës së Londrës. Duhet të mbrojnë ose janë të detyruara në bazë të vetë marrëveshjes që ata bënë, që t'i përmbajnë marrëveshjes me fjalë. Pra, këto janë paka shumë. Më thënë Petro, këtu me sa kuptoj unë tani, mbasi u përcaktuan kufit në mbledhjen e ambasadorëve, aty akoma me fjalë nuk kishte një autoritet që t'i zbatonte këto të Londrës. Edhe ushtrit greke u futën, nuk e respektuan kufit e Londrës. U futën territorat e jugut. Më mbrapa për të çuar në vendat, këto do të rriqeshin, pra do krijoj kjo zonë autonome, por me sa tani duke patur parasysh që sepse problemi është Petro, shkojmë në Shqipëri luhet gjithmonë me patriotizmin e gjuhës, me gjuhën shqipe. Aty luhet gjithmonë. Tani, unë them nuk është faji i grekëve, apo i sërbëve, apo i rusëve, apo kujtën i italianëve, quhet i tjerëve që ti nuk ke patur një gjuhë të shkruar përpara në kuptimin klasik, në kuptimin zyrtar. Nuk është faji tyre. Domethënë, ashtu ka qenë, ashtu ka ekzistuar, domethënë aty ka qenë gjuhë e shkruar, siç ka qenë në vende të tjera. Nuk është vetëm Shqipëria. Që të më thënë ti do të thuash tani që s'na ka dhënë greko, s'na ka dhënë turku të hapim shkolla shqipe, do të hip dhe fut këtë teorinë tani. Kjo është gjë futur shumë artificialisht, duke prekur anë emotive në mënyrë më të gabuar të shqiptarëve. Ti thua s'na ka dhënë ata kur ti nuk i ke patur asnjëherë. E kupton në Petro. Do të thënë është një gjë që ti je i pamartuar, po themi, s'ke dashur të martohesh, dhe shantarit të tjerë, pse ke qenë i pamartuar, ke nditur gjithë jetën beqar, për bëj një paralelizëm. Tani ti s'u martove. Dhe kjo gjuhë, ka qenë gjuha zyrtare, ka qenë gjuha greke, dhe ajo duhet vazhdonte, ose tani këto është tendenca të ndërpresim atë, në është ky
kolonializmi kulturor tani, domethënë se ta kuptojmë këtë, kolonializmi kulturor nuk ka ardhur nga grekëve mbi shqiptarët, por është kundërta nga shqiptarët mbi grekët. Është pretenduar një lloj kolonizimi kulturor. Ti ndryshojmë tani këta neve, meqense u bë shteti shqiptar, ato zonë periferike të shtetit, që ato kanë folur deri di greqisht, kanë patur liturgjitë greke në kisha, etj, kisha autokefale, etj. Tani neve ti ndryshojmë, ti shqiptarizojmë, sepse po e bëjnë me arbresht e Italisë, është një skandal i madh apo. Po e bëjnë me arbresht e Italisë, ai është një gjë shumë turp dhe shumë qesharake, e shpjegon shumë mirë Virgilio Abbato. Se që këto ditë aty me arbresht, vjen aty këndojnë këto këngët e Mirditës, se kujton këto këngët të nga Veriu, dhe thonë janë këngë arbresht. E kupton çfarë bëjnë atë? Transformojnë komplet. Dhe është normale tani, por lindte ky shtet, ishin dy problemet. Shteti duhet funksiononte, është normale, por duhet funksiononte duke respektuar atë vazhdimsinë gjuhësore, kulturore, vazhdimsinë thjesht. Kurse ti do të transformosh brenda ditës, të thuash këta janë gjithë shqiptarë, nuk ka grek, këtu janë gjithë shqiptarë, e kupton? Ata mund të jenë dhe shqiptarë vetëm, po ishin shqiptarë që zyrtar kur vinin para gjykatës, vinin përpara tek nënpusat, vinin me gjuhën greke, nuk vinin me gjuhën shqipe, se gjuha shqipe nuk ekzistonte. Gjuha shqipe shkruajte, se unë di para një video për këtë punë e gjuhës, Petro, dhe se lexova sa materiale që flisni për gjuhën të përgjithësi. Domethënë ato gjuhët nuk mund të lindin, Petro. Nuk janë organizma biologjike, lindi. Gjuhët kanë një histori e kanë të vazhdueshme. Nuk ka moment lindje e gjuhës, nuk ekziston moment lindje. Por gjuhët kanë një ecuri të tyre, një ecuri transformuese. Transformim shumë gradual, madje. Se po lexoja, isha kurioze, doja të dija për latinishtën dhe italishtën. Dhe gjuha italiane nuk quhet gjuha italiane e lindur kështu. Gjuha italiane është latinishtja italiane në vërtetë. Është latinishtja, por italiane evoluar dërgadal, e cila me fjalë unifikoi, si gjithë problemi është gjuha e shkruar përse duhet në fund fare. Duhet për të organizuar jetën e përbashkët, jetën publike. Sepse nëse zonë që domosdoshmëri e jetës publike, e marrëdhënieve gjithë njerëzve në një territor, aty puna e madhe flisjen shpirti me kalamajt e me gruan, flisje si doje, me gjuhë, merresh vetëm me shenja, s'prishën problem. Problemi është kur të shkosh para gjykatësit, sepse këtu është problemi në fund fare. Para gjykatësit, aty ke mbrojtje, ke këtë, aty tani do unifikohet gjuha, terminologjia do të jetë zyrtare, nuk mund të jetë dialekte, nuk mund të ketë dialekte. Aty dialektet përkthehen vetëm. Po. Nuk ka punuar përkthyese dhe nuk lejohet që të shkruash në aktet zyrtare ti dialekte. Dialektet do transkribohen, do përkthehen në gjuhën që shteti përdor në kuptimin klasik. Tani aty ishte greqishtja. Jo vetëm që nuk e kanë ndaluar që gjuha shqipe të futet aty, përkundër se e kanë favorizuar. Kanë thënë që greqishtja të mbetet, të shtohet edhe gjuha shqipe, meqense gjuha shqipe është një instrumenti që do ketë shteti, nuk do ketë gjuha, apo po e shpjegoj keq. Mund të bëj një ndërhyrje këtu, mos dalim shumë nga tema, po mbeten ajo arbëreshve. Ju e përmendët shumë mirë dhe unë kam si pikë referimi, në qoftë se të themi që në Ballkan ose në zonat ku jetonin në anën lindore të gadishut ballkanik ku jetonin shqiptarët, të themi se Perandoria Otomane i pengonte ata që të shkruanin gjuhën shqipe. Atëherë pse nuk e shkruajtën gjuhën shqipe ata që ishin shpërngulur në Itali? Ishin një numër relativisht i konsiderueshëm. Pse nuk e shkruajtën gjuhën shqipe në Itali? Pra teoria që otomanët i ndalonin shqiptarët të shkruanin gjuhën shqipe është e cunguar. Ka një të vërtetë aty që në kishë gjithmonë tentoi dhe mbroi me të madhe përdorimi i gjuhës greke. Unë në historinë e familjes time, paraardhësit e mi shisnin libra në dyqanet e tyre, por në kishë ata luftonin me të madhe për të mbajtjen e traditës ortodokse, përdorimin e gjuhës greke që kishte qenë një
platformë shumë shekullore. Dhe me qoftë se ne duhet të jemi realistë dhe bazohemi në shkencën e vërtetë, ne duhet të shikojmë dokumentat e kishës të, le të themi, para viteve 1920. Do të shohim se kisha ishte organi i vetëm dhe fuqi plot i menaxhimit të jetës së besimtarëve ortodoks. Pra, Perandoria Otomane nuk i ngacmonte komunitetet ortodokse, nuk ju impononte ligjin e saj, ligji ishte ligj komunitar, domethënë komuniteti i mbante ligjet bazuar në traditat e vjetra. Nuk flas këtu ligjin për ajdutët, vrasësit dhe keqbërësit, e kam fjalën për rregullat me të cilën organizohej shoqëria bazë, domethënë martesa, fejesa, prika, kontrata, borxhe të tjera bëheshin nëpërmjet sistemit të kishës dhe me humbjen dhe shkatrimin e këtyre dokumentave, me ateizmin fatal që shoqëroi më vonë historinë e Shqipërisë, humbën njëve përgjithmonë tradita që ishin aty të paktën për 500 vjet. Dhe dua të them edhe një herë, Perandoria Otomane nuk i pengoi as muslimanët, as të krishterët e Shqipërisë që të zhvillonin kulturën e tyre, që të zhvillonin traditën dhe besimin e tyre. Vërtet, aty mund të kishte pengesa, po ato nuk ishin pengesa madhore, përndryshe në Shqipëri nuk do të ishte ndërtuar as edhe një kishë, dhe ne kishat që ekzistojnë, dhe ato më të vjetra që ekzistojnë sot në Shqipëri, janë ndërtuar gjatë kontrollit të atyre zonave nga Perandoria Otomane. Në qoftë se marrim të kundërtën, të themi që Perandoria Otomane nuk i lejonte ortodokset të ndërtonin kisha, atëherë ne nuk do të kishim fare kisha në Shqipëri. Edhe me xhami kuptoj se është e njëjta gjë, bile më favorizuese. Pra unë them përsëri në qëndrimi që gjua greke nuk i pengonte shqiptarët të emancipoheshin dhe të ecnin përpara. Dhe që mos e zgjatim akoma më shumë, do të them që ta mbyllim këtu, qëndrimi tim është edhe një herë që ajo që ndodhi me të ashtu quajtur revolucioni i Voriopirit apo përpjekja e Voriopirit, pavarësisht drejtijeve që ajo mund të kishte, pavarësisht problemeve që krijoi, në fund të fundit ajo ishte një pjesë përbërëse e historisë shqiptare, i shtetit shqiptar të asaj kohe, që u finalizua me ato pak muaj, 5-6 muaj sa Princ Vidi qëndroi në pushtet, dhe është ironike, është një fakt ironik që fuqitë e mëdha ato që u bën garante për ekzistencën e Shqipërisë, një muaj më vonë, në tetor të vitit 1114, fituan të luftonin, të pushtonin Shqipërinë, dhe akoma më qesharake është ajo që ndodhi me zonat e Korçës, të cilat i morin në kontroll Franca, duke filluar nga fillimi i vitit 1116. Ata krijuan të ashtu quajtur në fakt nga fundi i vitit 1116, krijuan një sistem të ashtu quajtur Republika Shqiptare e Korçës, që është një kundërshtim të plotë, dhe aty duket rëndësia dhe ndershmëria e Voriopiridëve, sepse francezët e shkëputën Republikën e Korçës nga Shqipëria, i bunë kufi, i bunë një ligj administrativ, politik dhe ushtarak, që binte në kundërshtim me atë që kishin luftuar shqiptarët vite më përpara, midis tyre dhe Voriopiridëve, pra për ta bërë të qartë që gjatë kontrollit francez të zonave të Korçës, duhet të kishe leje të shkonje nga Korça në Drenovë. Në 1 kilometër e gjysmë nuk largohesh e do nga Korça të vinje në Drenovë pa pashur pasaport. Unë këto në një moment do t'i nxjerr këto leja të shikojnë njerëzit si kanë qenë me fjalën atë kohë. Pra ka një mishmash, ka një kthim mbrapa të historisë, do me thënë ato që ishin anti-shqiptare paraqiten si pro-shqiptare dhe ato që ishin pro-shqiptare paraqiten si anti-shqiptare. Unë nuk po them se lëvizja e Voriopirit ishte 100% pro-shqiptare, po unë them se ishte 100% më progresive dhe më pro-shqiptare se atë që bënë francezët, që sot po të shkosh në Korçë në janar, do të shikosh
trupin diplomatik, do të shikosh shumë e shumë vizitorë, të cilët vizitojnë në varet franceze, në lule. Dhe nuk thot njeri gjë, Petra. Ke dëgjuar ndonjëherë të thonë për varrezën e francezëve në Korçë që ata ishin pushtues kuptimin absolut se ka dhënë që nga Franca. Kurse këta që i janë aty, që luftuan kundër fashizmit për të mbrapstur Mussolinin dhe vazhduan dhe në zonën e qartë, në zonën e Vojvodinës, e cila kur ka qenë Greqi, si do që tjetë, që vazhduan të ndanë kockat dhe ku shqiptarët një pjesë e madhe ju bashku fashizmit, një pjesë jo e vogël, dhe ata me drejt, këtu ka rënë ushtarin që shiroi Greqin të, por një farë mënyrë, të ndihmoj dhe ty për antifashizmin, sepse ti deklarosh një vend antifashist dhe jep alarmin e varrezave greke, varrezat franceze jo, ato janë të mira. Varrezat franceze janë rregull, aty si prek njeri, kurse gjithë lufta bëhet me atë të vërtet, të realen. Kur thot ti, ajo që ka qenë pro-shqiptare, na paraqitet si anti-shqiptare. Kjo është frika. Ka qenë gjithmonë frika e elitave shqiptare, sipas mendimit tim, Petra, dhe tyre që qëndrojnë brapa. Domethënë që pro-shqiptare ka paraqitur si anti-shqiptare, sepse pro-shqiptare atyre ju kanë problem, Petra, për qeverisjen, sepse këta duan korrupsion, duan të jenë shërbim të imperializmit, të huaj, etj. Dhe kur lind një gjë vërtet pro-shqiptare nxjerrja shnoje këta. Dhe ose qartë do bashkohen me anti-shqiptare, që është ajo e Francës në Korçë. Je shumë të drejtë. Po, e mbyllim këtu dhe... Dhe që na quajnë anti-shqiptarë, pse na quajnë anti-shqiptarë, me Petra? Na që jemi pro-shqiptarë. Se sikur të ishim vërtet anti-shqiptarë, ti je sigurt do na jepni medalje. E kupton? Por do të thotë pro-shqiptarë, quajnë anti-shqiptarë. Kjo është diferenca. Sepse nuk qeverisin do të ndryshe këta, Petra. Po. Tha ti shive se çfarë po bëjnë. Që kanë bërë që kur janë ulur në ato karrik koltukët e para që 1920, që me kongresin Rushës, dhe dhe sot gjithë pa premtim një lloj kanë bërë. Domethënë nga frika, kanë qeverisur me frikën e goditjes, me frikën e eliminimit. Po. Edhe kjo e kam parë të frikën e kam parë tek ai që lufton për shqiptarët. Sepse ai është problemi, nuk është ai që lufton kundër shqiptarëve, ata kundër shqiptarëve ata bashkohen, sepse ta kundër shqiptarëve janë, sepse ta nuk qeverisin dot po shtypën shqiptarët. Është e qartë apo? Po. Mirë, Pedro, mirë. Po, Vladimir, temë interesante, ka shumë për të thënë, shumë për të shfaqur, po vazhdojmë në ciklet e tjera. Tema e radhës, që të t'ja u themi njerëzve? Ligji i luftës? Për ligjin e luftës. Diskutojmë që për ligjin e luftës, edhe kjo është shumë i paqartë tek njerëzit. Mirë? Po, miru pafshim. Dakor, miru pafshim gjithë dhe natën e mirë, miru pafshim.